Në unazën e Pogradecit, saktësisht pranë hyrjes fshatit Vërdov, ndodhet një rrugë dytësore, e cila prej vitesh vazhdon të mbetet e pa asfaltuar e pa ndriçim publik. Edhe pse zona është e banuar, mungesa e investimeve në infrastrukturë ka krijuar vështirësi serioze në qarkullim, sidomos gjatë stinës së dimrit dhe në ditët me reshje, kur rruga bëhet e pakalueshme. Në këtë segment janë sistemuar vetëm kanalizimet e ujrave të bardha dhe atyre të ndotura, një hap pozitiv ky për komunitetin. Megjithatë, aty mungon asfaltimi dhe ndriçimi rrugor, duke lënë zonën në kushte të papërshtatshme. Banorët kërkojnë nga vendorët që kjo rrugë të përfshihet në planin e investimeve, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës, rritjen e sigurisë dhe garantimin e kushteve dinjitoze të jetesës për komunitetin. Shqetësimi është rruga, që sa herë bie shi, këtu bëhet nami për ujë. Fëmijët nuk i shpjem dot në shkollë. Më kurrisi marrin fëmijët. Natën, jo qenë ka që janë skuadra me qenë. 30 vjet që kam erdhur unë këtuja, kështu ka qenë rruga. Ja hodhën ca çakull kur bën kanalizimet edhe asgjë s'kan bërë tjetër. Taksat vetë e pagoj ujt, pagoj taksat. Në gjë s'na kanë bërë asgjë. Pleq jemi, të sëmur jemi. Makina mbrëmë mëngjes vjen na bën gjilpera. Ku do ju shkriti me këtë rrugë, he? Tash vetëm kjo rruga tonë është problem. Kjo rruga që kur kam erdhur unë këtu, 20 vjet, prit ky këtë dalësh.